Meritan 3 ditë, 4 ditë më parë u nda nga jeta ikona e teatrit Margarita Xhepa. Çfarë kujtoni nga Margarita dhe a keni pasur mundësinë që të luani bashkë? Po, kemi punuar njërë bashkë të Trojanet e Euripidit. Po nuk është puna të një punë që mund të kem pasur ose të kujtimet që kemi për Margaritën. Unë doja të trajtojnë qik Margaritën si që ka pas emrin, Margaritar. Një gur një gjevahir në historinë e kinemas dhe të filmit shqiptar për 3 arsye për mendimin tim, ka plot arsye, po unë po përmend 3. E para njërë për bukurinë e vet. Nuk dua të fyet dhe të ofendohet njëri duke thënë që ajo është një afërdit në skenën shqiptare, ajo që e bukur, por nuk po e përdor këtë element të bukurisë së saj, gati hynore, si element thjesht bukurie. Jo. Ajo ishte nga ato gjevahir, nga ato bukuri hynore, që dinte të luante edhe fshataren që pillte në ardh, dinte të luante edhe shanikon në fshat atje në luftën e 2 botërore, dinte të luante edhe princeshën, edhe mbretëreshën. Pra, ishte nga ato bukuri që dinte të shkërmoqej në kuptimin e mirë dhe profesional të fjalës në çfarëdo lloj karakteri, pra të merrte çfarëdo lloj ngjyrimi, pavarësisht bukurisë së saj. Kjo është një vlerë shumë e madhe profesionale, ti të dish të transformohesh. Për mua aktore e mirë është ai që transformohet, nuk është po i njëjta gjë. Dhe Margarita në gjithë veprën e saj profesionale e ka vërtetuar këtë. Ishte te pioneret e teatrit shqiptar. Ajo ka hyrë në historinë e Shqipërisë bashkë me gjithë gjeneratën e saj, aktore dhe aktor. Ata themeluan teatrin profesionist shqiptar. Pra janë ikona, siç e the edhe ti pak më parë. Janë ikona të një tradite e cila vazhdon edhe sot e kësaj dite, por ata vënë gurin e themelit. Dhe kjo është një element i dytë që të bën ta duash, ta vlerësosh, ta respektosh nga çdo pikpamje. Edhe e treta ta them copësh edhe ëma e Çim Xhepës, njëri prej aktorëve më të mirë që kanë nxjerrë këtë komb. Domethënë e ka plot gjëra të tjera të cilën Margaritën e bëjnë madhështore, e bëjnë margaritar, e thash, edhe që do mbetet në historinë e këtij populli. Jo vetëm për nga pikpamja aktoriale, por edhe në zemrat e këtij populli. Ata pushtuan zemrat e këtij populli me veprën e tyre. Nga ana tjetër, doli lajmi që po një ikon tjetër e teatrit dhe filmit, Tinka Kurti, ndodhet në azil. Po, e di. Si e keni përjetuar këtë lajm? Shumë keq. Domethënë me përgjithësi unë i thrisja nana, që kam punu disa herë me këtë. Është tragjedi kjo. Jo për faktin që është në azil, por domethënë nuk është vetëm ky fakt. Është fakti që se do të thonë tash e kthehen në politik, po është fakt historik, njerëzit po ikin dhe pleqt po njerëzit e kaluar në moshë, s'dua të them pleqt, ata s'plaken. Tinka nuk plaket kurrë, nuk ka për të plakë. Po njerëzit në moshë ngelen vetëm. Dhe ky është fakt shumë i rëndë. Aq më tepër për një ikon, për njëri që i ka dhënë gjithçka këtij kombi. Artit këtij kombi, për një nga figurat më të dashura të femrës shqiptare, jo vetëm si aktore, por të femrës shqiptare, të përfundoj aty sigurisht nuk është një lajm i mirë. Ata atje mund ta trajtojnë shumë mirë, mund të jetë shumë mirë, por pra fakti që ajo është vetëm pa familje, kjo është i trishtë. Një njeri si ai duhet të kalonte ditët e fundit të jetës, Zoti i dhënë të jetë sa më tepër që të jetë e mundur, pra familjes, pra ngërësisë familjare dhe jo në një vend ku mund trajtohet shumë mirë, po i mungon pikërisht ajo thelbi i njeriut që është familja. Dhe është lajm i trisht për diskutim, dhe kështu po ikin shumë artistë për fat keq, sikurse edhe shumë shqiptarë, të cilët nuk kanë emër, por që fëmijët i kanë aty, i kanë jashtë dhe detyrohen të kalojnë në botën tjetër pa njerëz të dashur pranë. Kjo është shumë e rëndë, nga pikpamja njerëzore, nga pikpamja hynore, nga çdo kundërshtim. A ka shumë njerëz, siç e tha dhe ju, si Tinga që po i vuajnë këtë vetmin, jo në azil, po e vuajnë vetmin vetë në shtëpi, duke qenë se i kanë fëmijët jashtë. Ka plot, unë njoh shumë. Unë njoh shumë që kanë ngelur vetëm. Burr, grua, ose grua vetëm, ose burr vetëm. Ruajnë vetmin, fëmijët i kanë jashtë, ne pritem brezat, ata që të ngrohin zemrën i kanë jashtë. Okej, do flasë Skype-n, telefonë, dakord me janë, po është tjetër, ngrohtësia njerëzore është kur e ke pranë. Se nuk është vetëm komunikim, është edhe një vështrim, është edhe një përkujdesje, është edhe një shaka, edhe një gjë. Se që do komunikosh, sot i ke të gjitha mjetet teknologjike edhe mundësit teknologjike që të flasësh kur të duash. Dhe është gjë shumë e mirë, por është shumë e mirë kur e ke njeriu aty, kur e ke pranë. Njeriu ka nevojë për njerin, ka thënë Kadri Roshi i madh. Edhe çfarë e vërtet. Njeriu ka nevojë për njeriu aty te kontakti
live. Eritan, sa dashamirës ka qenë dhe është Shqipëria ndaj artistëve? Populli një na do. Këtë se kam dyshuar asnjëherë, edhe në kohën e regjimit. Populli i donte, artistët, sportistët, i pjedestalonte, i veneronte, shifte si... Dhe kjo është shumë e mirë. Si kudo në botë, artisti, sportisti vlerësohen nga qytetari. Mi po nuk është vetëm kjo i dash. Do më thënë ti e ndjen ngrohtësinë, respektin, vlerësimin e qytetarit. Mi po kur vjen puna të të vlerësuarit konkret, pasaj aty ne kemi shumë mangësira. Kemi jashtëzakonisht mangësira. Shiko, artistët, sportistët, njerëzit e shkencës, njerëzit e kulturës, në botë hynë të elita shoqërore e kombeve, të elita shoqërore. Jo në kuptimin politik të fjalës, po në kuptimin shoqëror. Janë elitat e kombeve. Dhe kur elitat e kombeve, ti nuk i vlerëson si shtet, ose si politik, nuk i jep vendin e merituar, cilin ata meritojnë, vend që populli me dashurinë e tyre ja u jep, atëherë më fal po. Ku qëndron përkujdesja? Ku qëndron virtyti i si komb? Që të përkujdesesh për njerëzit e përfiguar. Ku është? Pse nuk është? Kjo është pyetja $1 milion. A ke ndonjë mendim pse mungon kjo? Po sepse shpesh herë artisti, sportisti, njeriu që ka dashurinë popullore, për fat keq nuk shihet si një vlerë, shihet si një antagonizëm ose shihet si një lloj karshillëku. Do të thënë, dhe kjo është e rëndë, sepse secili ka vendin e vet në shoqëri, politikani ka vendin e vet, pa diskutim, mjeku ka vendin e vet, artisti ka vendin e vet, figura publike ka vendin e vet. Nuk ka pse shikohen si rival ndërmjet njëri tjetrit. Që pse të ketë ky. Për shembull po vë një fakt, po përmend një fakt të trisht, që ne e vëmë re për ditë. Nuk kujdesen për artistët, po merren vetëm artistët, sa ata janë gjallë dhe kanë nevojë, ama kur bëhen omazhet e tyre vend të gjithë për treguar sa i kanë dashur këta artistë, sa e kanë vlerësuar. Jo, në fakt jo. Në fakt jo. Vlerësimi bëhet kur njeriu është gjallë, sigurisht dhe pas vdekjes, absolutisht po. Por një në radhë parë kur është gjallë. Eritan, çfarë projekte keni aktualisht? Se nuk duket nga kamera, është 12 burra të zemëruar, është një... Unë nuk po zbuloj shumë, por është vërtet një dramë shumë e mirë. Është dramë shumë e bukur. Ka flet për katarsisin, për gjykimin, për paragjykimin, për gjërat të cilat gjithë shoqëria botërore, po veçanërisht Shqipëria sot i vuan shumë. Prandaj mendoj se është një pjesë jo vetëm për tu ndjekur, po është një pjesë për tu analizuar nga publiku. Ka një kast mrekullueshëm aktorësh, është një frymë shumë e mirë krijuese dhe vetë ne jemi shumë të kënaqur. Uroj me gjithë shpirt që të kënaqim dhe besoj se do kënaqim edhe publikun. Kur vjet në skenë? Fillon këtë javë, domethënë mërkurejnë të premte shtunë e diel dhe pastaj në vazhdim. Eritan, shumë faleminderit për intervistë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.